Mirëdita të nderuar teleshikues të emisionit. Sot sigurisht do flasim për protestat masive për qershorin e protestave të mrekullueshme të të rinjve dhe të rejave shqiptare, por jo vetëm të atyre. Zhvillimet kanë ndodhur ditë pas dite, orë pas ore, dhe sot situata ka ardhe tillë kur dorëheqja e Edi Ramës dhe e qeverisja I drejton është bërë e panegociueshme. Por ajo që ne do të analizojmë është fakti se Edi Rama nuk e jep dot dorëheqjen edhe sikur doj. Dhe do t'japim arsyetumet tona një pas një. Së pari, Edi Rama ka marrë dhe ka hapur rrugën e pastrimit të miliarda dollarëve të mafjes më të rrezikshme në botë, Sinaloa, Ndragheta dhe të tjera që ne akoma nuk I dimë. Kjo do të thotë se ai është përgjegjës përpara tyre, ka marrë përsipër të mbrojë këto investime dhe siç e theksova në fillim, janë miliarda dollar. The miliarda për faktin se vetëm javën që kaloi, SPAK-u sekuestroi të paktën 570 milion euro të botës së krimit. Është pra vetëm maja e majës së icebergut. Sigurisht që në situatë të tillë, ku Edi Rama akoma nuk po e beson atë që po ndodh, dhe atë që ka marrë përsipër ndaj këtyre karteleve të rrezikshme, e bën atë të pamundur për të dhënë dorëheqjen për faktin se këtu nuk bëhet më fjalë për përgjegjësi politike, por thjesht për interesa dhe marrëveshje mafiozësh. Së dyti, Edi Rama nuk jep dot dorëheqjen për faktin sepse dhënia e dorëheqjes së tij dhe qeverisë që drejton do të thotë shpërndarje e parlamentit. Nëse do të ndodhë kjo, atëherë Edi Rama dhe gjithë hajdutët që ka pas mbeten pa imunitet. Dhe mbetja e tyre pa imunitet do të thotë atë që kërkojnë dhe protestuesit, burg për të gjithë. Kjo jo vetëm do të jepte fund karrierës politike të tij dhe të gjithë atyre që e rrethojnë, por do të bënte edhe një tronditje të thellë në vetë Partinë Socialiste si partia më e madhe në vend. Gjithashtu, së treti, Edi Rama është nën presionin e protestave të vazhdueshme, të cilat, siç e thash edhe në fillim të këtij emisioni, akoma nuk po I beson se çfarë po ndodh. Këtë e tregon çorroditja e tij politike, gjetja e armiqve të jashtëm dhe të brendshëm, dhe mos fokusimi tek ajo që po ndodh vërtet dhe tek kërkesat e vërteta të protestuesve, të cilët janë të rinj dhe të reja që kanë vendosur ta ngrënë jetën e tyre, familjen e tyre, pikërisht në Shqipëri, në atë dheun e tyre, dhe jo të shkojnë lart e poshtë nëpër botë, pa qenë arsyeja për faktin sepse sot ne po e kuptojmë që Shqipëria është një nga vendet më të bukura në Evropë, me një pozicion fantastik, që I ka të gjitha, pra nuk ka asnjë arsye përse një çift I ri mos e ngrej jetën e tij pikërisht në atë dheun e tij. Por këtë, klasa e kalbur politike e të gjitha krave nuk e kupton që këta të rinj të reja me një kuptim komplet tjetër duan thjesht një Shqipëri të re. Duan thjesht të mos zhvillen më si brezi ynë. Të mos diskriminohen, të mos tallen, të mos fyen nga njerëz mediokër, të cilët nuk kanë bërë asnjë ditë punë dhe janë bërë milionera. Pikërisht kjo e bën akoma më të vështirë pra aktin e dorëheqjes së Edi Ramës. Atëherë, çfarë mund ndodh? Gjithashtu, një presion tjetër të cilin Edi Rama përsëri nuk e kishte menduar, po I vjen nga Parlamenti Evropian. Këto ditë, jo më larg se nesër, një delegacion I Parlamentit Evropian do vi të shikojë vetë situatën politike në Shqipëri dhe të futet në mes së protestave dhe të dëgjojë protestuesit, atë që nuk po e bën kryeministri I Shqipërisë. Pikërisht të gjitha këto janë një arritje e madhe, si dhe artikulimi I 5 kërkesave apo 6 kërkesave kryesore, siç janë zgjedhjet e parakohshme, krijimi I qeverie tranzitore, si dhe rregullimi I ligjit për zgjedhjet për barazit përpara ligjit, si dhe anullimi I të gjitha ligjeve të cilat synojnë shitjen e tokës dhe shitjen e interesave të atë dheut,
janë arritje të cilat janë artikuluar tashmë dhe do të zgjidhen sepse nuk ka rrugë tjetër, sigurisht jo nga kjo qeveri. Atëherë si mund vjerë kjo qeveri? Këtu roli kryesor i takon disa deputetëve të Partisë Socialiste, të cilët janë të pastër dhe që nuk janë ngatruar me aferat e tmerrshme korruptive të pjesës tjetër të grupit parlamentar. Është pikërisht një qëndrim i tillë pro mbështetjes së këtyre djemve dhe vajzave të reja, të cilët mund bëjnë rrëzimin e qeverisë. Megjithatë, do të shikojmë nëse do të ketë përshkatëtim të tjera të protestës, të cilat do ta bëjnë Edi Ramën të japë dorëheqjen pra të mos ketë rrugë tjetër, pavarësisht të gjitha këtyre faktorëve shumë të rëndësishëm goditës ndaj tij personalisht dhe ndaj familjes së tij. Le të shikojmë se çfarë do ndodhi në ditët në vazhdim, pasi siç e thash dhe në fillim të emisionit, zhvillimet janë marramundse, të shpejta, të paparashikueshme, siç është vetë kjo protestë e mrekullueshme e këtij brezi të mrekullueshëm të Shqipërisë së ardhshme. Bashkë do jemi vazhdimisht në kontakt për të rejat e fundit dhe për të analizuar të gjitha zhvillimet që po ndodhin në një protestë të paprecedent në këto 30-35 vjet. Brezi i ri, pjesëmarrësit në këtë protestë, duhet të jenë të vetëdijshëm, pra koshient, se po shkruajnë historinë dhe do të kujtohen edhe pas qindra vjetësh, siç janë kujtuar ngjarjet e mëdha në historinë e këtij vendi. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.